من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Falënderimet, adhurimet I takojnë Allahut, Zotit gjithësisë. Mëshira e Allahut qoftë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të pastër dhe për mbi të gjithë ato besimtarë dhe besimtare që ndjekin rrugën e tij deri ditën e gjykimit. Mëshira e Allahut qoftë edhe për mbi të gjithë ju që jeni sonte bashkë. Elhamdulillah që arritëm në namazin e akşamit. Edhe ta dini se në çdo namaz që arrini, jeni të zhveshur prej gjunafeve. Në çdo namaz. Ka ardhur një njeri tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e thotë ja Rasulullah, unë duhet ta pranoj Islamin. Por problemi im është se unë kam ngarkesë të madhe gjunafesh, kam shumë gjunafe. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam I thotë, të vetëm pranoje, pse as ke ndëgjuar të thotë këtu në Islamin ton, që njeriu I cili pra futet në Islam thotë, I fshihen të gjitha gjunafet që ka punuar përpara. Dhe a nuk e din ti thotë që nga namaz Allahu I fshi gjunafet. Po kjo është, si ta them unë, ofertë e madhe. Nga namaz, pra nga sabahu ndrek fshihen të gjitha gjunafet mes këtyre. Nga dreka 100, nga 100 deri në akşam, nga akşami yaci, mos e gjumë. Ku I ke gjunafet më? Çdo ditë ky mohabet. Çdo ditë. A nuk e dini këtë I thotë? A nuk e dini se edhe nga xhumaja në xhuma thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kredo dhe gjunafet e javës fshihen. A se diti thotë që nga agjërimi në agjërim, domethënë nga Ramazan në Ramazan, fshihen kredo dhe gjunafet. Në fakt, këto hadithe I kanë një gjuhë dhe këto që s'janë xhami. Edhe shkoni thotë se mos po ju falen gjunafet. Edhe njëri I përgjigjet bukur. Pasha Zotin thotë, ta di thotë se më falen gjunafet dhe veç në xhami rroj. Ta di thotë se më falen gjunafet, e kam këtë garanci thotë, se shko se po të falen dhe vallahi thotë, ta di të saktë, domethënë në atë kuptimin që mi fali Allahu xhelle xhelaluhu dhe unë sik në herë për xhamia. Pse? Po gjunafet janë problemi I madh. Gjunafet I japin zjarr në dynjas. Ja, kjo vape madhe, për shkak të gjunafeve tash. Masanej, I problem tjetër I rrezikshëm, që nuk I japim nuk I japin rëndësi gjunafeve të vogla. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, gjunafet e vogla janë aq të rrezikshme, tha, sa që I ditë bëhen të mëdha. A keni parë tha se si e kanë komentuar njerëzit mësoni mbrapa, kanë thonë mi fije shkrepse digjet pëllë. Ka mundësi I pëllë. Pra në disa vende të botës, zjarret janë aq të mëdha, më të mëdha se Shqipëria e gjithë. Po llogaritë mund djeg Shqipëria e kretë, 28.728 km². Mund djeg kretë për I ditë, për I orë. Me sa, me I ku shkrepse. Pra, kështu I kanë thonë ata. Ne I konsiderojmë, tha, gjunafet e vogla, tha, I kena konsideruar si malet, në kohën tonë, tha. Po ne po ju shohim ju, tha, që s'po jepni rëndësi fare këtyre gjunafeve të vogla. Edhe, elhamdulillah pra që mrejtëm në këtë minutë, e mëllëm edhe I namaz. Fitorje më e madhe që mund të arrijë njeriu në këtë botë, është falja I namazit. Falja I namazit. Më e madhe. Dhe elhamdulillah që mrejtëm edhe tek fjala e Zotit xhelle xhelaluhu dhe vazhdojmë prapë me surën Bekare. Sonte ajeti numër 28. Kejfe tekfurune billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un. Sadaqallahu al-azim. Shumë interesant. Si e mohoni Allahun? E dihet se ju ishit vdekur, a ju ngjalli, mandej ju bani të vdisni, pastaj ju ngjalli prap,
e mandej do të ktheheni tek Zoti xhel xhelaluhu. Përmenden 4 faza të rëndësishme. E para na tregon Zoti xhel xhelaluhu se ju ishit vdekur. S'kishte njeri në këtë botë. Absolutisht. A ju ringjalli? Allahu xhel xhelaluhu. Që jemi normal se gjallë. Ju bën të vdisni? Pastaj prapë ju ringjall. Edhe i fazë tjetër kthimi tek Zoti. Të pa diskutueshme. Pa diku që ndron problemi? Me shumicën? Allahu xhel xhelaluhu thot: "Fa aktharuhum la yu'minun." Shumica atyre nuk besojnë. Nëse keni vënë re kur kemi fol këto ke bekareja nga fillimi fare, kemi thonë Elif Lam Mim, dhalike el kitabu la rejbe fi. Ky është libër që nuk ka dyshim ndë. Pra, kur Allahu xhel xhelaluhu thot, ju ishit vdekur, kjo duhet më beso. Pse normalisht kapaciteti janë mendor nuk e di këtë tash. Po valla unë isha nësë po dim se si kena qenë të vëgjel. Çfarë dim të vëgjel, na kallzon njëri, ti ke qenë i prap, ti ke qenë i urt, ti ke qenë kështu, ti ke bë kështu, të kallzojnë ato që kanë qenë të parë, para teje, ato që të kanë marrë kështu. A ti si ke qenë që kështu ke qenë. S'po dim këta. Jo të dim në të shi që ne ishim vdekur. Po thot Allahu xhel xhelaluhu, thot ky është libër që nuk ka dyshim. Çfarë thotë këtu? Duhet me beso. Pra ky me beso quhet iman. Iman do të thotë besosh atë që ti nuk e ke pa. Vetëm a shkruaj për ta. Ose të ka tregu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe ma kur na tregon pejgamberi, ne nuk e diskutojmë më. Atëherë çfarë tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Unë tha sonte i tha Hatixhe, kam marrë një lajm të jashtëzakonshëm. Këçi lajmi s'm ka ardhur herë dha. Se kishte pa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ëndra, ama nuk tregonte për shembull hadithe, gjone jo absolutisht. Pra hadithi i parë që ka tregu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është shpallja e Kuranit. Sonte tha kam pa diçka të jashtëzakonshme. Por çka kishte pa engjëlli? Që i zbriti këtë libër. E në të shi, këta e besojmë. Pa qenë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Edhe Hatixhe, Allah e mëshirohu, pra ne është grua e lartë. E besoj kështën pa si lloj diskutimi. Bile i dha i forcë të madhe, se në atë moment ka qenë shumë vështirë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Keni parasysh të vjen lajm prej Zotit, ti po tronditesh prej ëndër që shef atë notën, e ne shumë herë më thonë njerëzit mu, kom gëllin të merë sot, kom pa ëndër çuditshme. Jo të vëj engjëli, meleku, e të bjeri shpallën e Zotit. Sigurisht, pse edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kishte mbështetje të madhe prej Zotit xhel xhelaluhu, po si do qoftë njëri ishte. Hante, pinte, jetonte, njëri ishte, nuk e pruni melek. Me mbështetjen e Allahut, të fuqishme, ama në fund fare njëri ka qenë. Edhe i tha, dilë tha, mos e ki problem heq. Pa thu do më pesoj populli ato i Hatixhe, tha. Tha, po të s'karnajt në herë, tha. Allah. Sekreti madh është ky, nërmjet një burrë dhe një gruaje. A kupto? Vjen ajo gruaja këto që flet për bashkëshorten e vet. Është. Ky rrën sa herë fol tha. A është çert merri? Ajo bashkëshortja jote del kundra aty. Çfarë do flasësh para Zotit xhel xhelaluhu? Le mos ngjodha. Ky sa herë flasi rrën tha, po ti s'ka rrën në herë burrë. I tha Hatixhe, e fortë është.